Në artikulimin tuaj pak më parë thatë se çdo veprim është i paralizuar, duke përfshirë dhe mospjesëmarrjen e Komisionit Parlamenti, Reformës Territoriale. Thash Parlamenti është i paralizuar. Asgjë nuk mund të kemi ne në rendite përveç se grushtin e shtetit që po kryen Edi Rama për të mbrojtur veten e tij. Në rendite ka implementuar vendim zoti Berisha për ndryshimin e përbërjes komisionit. Ata mund të bëjnë ç'të duan. Ne jemi në komision, doan ta heqin, ta përjashtojnë ta bëjnë, ne s'kemi. Zoti Berisha, po ju nuk po shkonin në komision, si jeni në komision. Kush të tha? Keni munguar në disa mbledhje. Asnjë mbledhje nuk janë njoftuar antarë thuaja e mazhorant, e opozitës. Janë që të gjitha manipulime të Edi Ramës, sepse do të spostoj, por ne jemi të fiksuar, jemi të përqendruar tek grushti i shtetit. Është i pashpres. Çfarë do që të bëj? Ai do përfundoj me Lubin në krah të saj atje ku ka vendi. Ja jemi në komision. Jemi si jemi, kush tha si jemi? Ne kemi qenë dhe jemi, s'ka asnjë diskutim. Kush tha që si jemi atë? Të besoni ju gjenjeshtat e Taos, ju e pat kush ishte Tao, ja lexova aty, para jush ja lexova. Si mund t'i besoni ju atij? Faleminderit. Atëherë ju përshtes, nuk e pati.